Sot, në Varezat e Koçanit, por edhe në disa qytete të tjera, ju dha lamtumira e fundit viktimave të tragjedisë së rëndë që ndodhi në diskotekën Puls, ku humbën jetën 59 persona, kryesisht të moshës së re. Siç po e shihni nga pamjet, ceremonia u zhvillua në një atmosferë të ngarkuar emocionale, ku të pranishëm ishin familjarët, miqt dhe shumë njerëz nga qytete të ndryshme. Ata sot nderuan jetët e humbura, kështu duke shprehur dhimbjen dhe solidaritetin me familjet e viktimave. Ky moment i trisht po lën një plagë të thellë në vendin tonë, por edhe më gjerë. Plagë e cila do të mbetet gjithmonë e shënjuar nga kjo tragjedi.